Si gjithmonë do t'ja japim fjalën veteranes së grupit tuaj, e cila do të bëj pyetjen e parë. Nga një pyetje do thosha unë që mos se shikoni sa jeni ju e sa janë tjerë, nga një pyetje dhe ndiqni njëri tjetrin dhe nëse një pyetje zarohet nga një koleg, bëni një pyetje tjetër, se ndryshe do. Po. Bëj bashkë në një pyetje, dhe gjitha pyetje që kisha. Zotëri Rama, a e konsideroni ju SPAK-un opozitën tuaj të vërtet, opozitën tuaj reale? Dhe kur folët disa javë më parë për një reflektim serioz mbi kufit mes pushteteve, a kishit parasysh që gjatë vitit të ardhshëm, kur mbushen dhe 10 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, mund të ketë një ndërhyrje në ligjet kryesore, në arkitekturën e drejtësisë së re, dhe duke folur për opozitën, nga janari do të fillojnë protestat e përditshme poshtë zyrës tuaj, demokratët do të kërkojnë ndërheqjen tuaj, zotë kryeministër. Do t'i merrin në konsiderat këto kërkesa? Faleminderit. Tani spekulove se bërë shumë pyetje brenda pyetjes. Tani me që fjalën dhe kryefjalën dhe kallëzuesin dhe kundrinorin ju e keni SPAK. Dhe duke folur për vitin e Shqipërisë, pyetjen e parë ju e keni për SPAK-un, unë do t'ju përgjigjem natyrisht, nuk dhe shmangim asnjë pyetje, por do t'ju them këtë. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisëse, i mbështetur nga kjo forcë qeverisëse, i garantuar nga kjo forcë qeverisëse në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin, por nuk e shkrin dot sepse votat i kemi ne. Në këtë sens i garantuar. Dhe është një institucion i cili bën punën e vet, si të gjitha institucionet e tjera. Kështu që nuk është opozitë e qeverisë. Por, depresioni i thellë në cilin ndohet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë. Dhe natyrisht, të 700 tenxheret politike dhe mediatike, produktin e gjithë këtij procesi, e marrin edhe e zihen dhe gatuajnë 700 lloj gjellërash të ndryshme, duke bërë diçka që nuk ndodh në Shqipëri për herë të parë, ka ndodhur dhe në vende të tjera sa duash, duke shfrytzuar gjysmë të vërteta për të prodhuar një tym të jashtëzakonshëm që djeg syt e publikut, që shurdhon publikun me presionin e vet dhe që dizinformon publikun thellësisht. Prandaj thonë që gjysmë e vërteta është edhe gënjeshtra më e madhe, sepse që ne jemi këtu bashkë, kjo është e vërtet, apo jo? Dhe një lajm sipas cilit kur kamerat u fikën, unë bëra një sherr shumë të madh me ty, bëhet pjesë e të vërtetës që ne ishim bashkë, apo jo? Dhe prandaj gjysma e vërteta është dhe gënjeshtra më e madhe, sepse ka i pjesë vërtete, por pjesa tjetër është një gënjeshtër. Dhe
më lejoni t'ju them që është një neveri e madhe që ka një aktivitet kaq intensiv gjysmë vërtetash nga njerëz që nuk din të bëjnë punën e tyre. Nuk din të bëjnë opozitën e qeverisë. Nuk din ta mundin Partinë Socialiste. Kështu e shohun këtë gjë. Dhe askush nuk përpiqet të bëj asnjë analizë lidhur me cila është e vërteta në të gjithë punën e SPAK-ut, pse pikërisht se e vërteta është krejt ndryshe nga kjo që thuhet SPAK-u nuk është opozita e qeverisë, dhe cilat janë anët pozitive dhe anët negative të punës së SPAK-ut, si të gjitha institucionet të tjera, përfshirë dhe qeverinë. Asnjë nuk e bën këtë analizë. Gjë që sjell pastaj një çoroditje shumë madhe të opinionit publik. Kjo është përgjigjja ime, nuk kam përgjigje. Për sa i përket pastaj protestave që do bëhen poshtë penxheres tu, i kemi ndarë punët prej shumë vitesh, me sa kuptoj unë. Unë në zyrë dhe Partia Socialiste në qeveri dhe të tjerët poshtë penxheres time në rrugë. Kjo është zgjedhja e tyre, s'kam unë asnjë problem me këtë. Siç e pat, në lirit njerësore Shqipëria është në një vend goxha dinjitos në klasifikimin e përgjithshëm, dhe kjo është pjesë e lirive. Çfarë problemi kam unë me këtë? Muhamet Veliu nga Top Channel. Zoti Kryeministër, gjatë këtyre viteve ju keni vendosur një standard kur keni thënë se Partia Socialiste nuk kthehet zyrë avokatore atyre të cilëve kanë probleme me drejtësinë. Çfarë ju bëri të ndryshoni nga ky qëndrim kur vjen fjala për zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tashmë që antarët socialist në Këshillin e Mandateve kanë në dispozicion 16.000 faqe të cilat i ka dërguar bashkë me relacionin SPAK-u. A keni një bindje se janë të mjaftueshme këto prova për të realizuar kërkesën ju ka vënë SPAK-u në tavolinë? Faleminderit. Tani, më falë përgjigjem në pyetje. Keni dëgjuar ndonjë fjalë të vetme avokatie për rastin konkret nga ana jonë? Pyetje kam të, nuk besoj. As unë dhe as kusht tjetër nuk ka hyrë në përmbajtjen e rastit. Por, ky rast ndryshon nga rastet e tjera sepse ka ardhur tek ne. Pra nuk është një rast në rrugën e pushtetit gjyqësor, të cilin, si shumë raste tjera, pushteti gjyqësor, në këtë rast prokuroria, e ndjek pa pasur nevojë të ndaloj në derën tonë. Apo jo. Dhe kur rasti vjen në derën tonë, flas të pushtetit legislativ, atëherë pushteti legislativ duhet shprehet. Nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i Mandateve nuk është një zyrë noterie, është një quasi gjykatë. Quhet. Dhe parlamenti nuk noterizon kërkesat që vinë. I merr, i shef. Dhe nuk do doja në fakt ta kishe përmendur ato 16.000 faqe me prova. Se ajo më provokon
më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i shuani prova. E dini ju që janë ato 16.000 faqe? Për kuriozitet, ju e dini që janë 16.000 faqe që janë aty? Nuk janë absolutisht produkti i hetimit. Se s'ka si t'jenë produkti i hetimit. Nuk ka si t'jenë produkti i hetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, ndonë arkivi i ministrisë futur brenda. Futur brenda. E kemi bërë paktin bashkë apo jo? Mirësjellja jote është garanci për ty që unë do t'i përgjigjem pyetjes tënde pas një hezitim. Mos më ndërhy se nuk jemi në miting këtu. 16.000 faqe janë një vandak me dokumenta zyrtar. Dhe kjo është afërmendsh. S'ka nevojë fare ta shohësh. USB-n e sjell nga prokuroria nuk e ka tërhequr asnjë deputet i Partisë Socialiste dhe nuk e ka tërhequr as ministria, avokati. Që t'jemi shumë të qartë. Për të mos krijuar asnjë shteg që pastaj të tjerë thoni që janë nxjerrë këta ato. Kështu që nuk kemi të bëjmë këtu me ndryshim qëndrimi, këtu kemi të bëjmë me një qëndrim të duhur, shumë korrekt nga ana jonë, sepse rasti vjen në parlament. Dhe përpara se të vinë në parlament, rasti erdhi u fut në territorin e pushtetit ekzekutiv brutalisht me një kërkesë skandaloze për pezullim e pandodhur në historinë e botës. Tani mund ta them me plot gojën sepse e kemi kërkuar gjithandej. Nëse ka një të dytë, nuk ka. Nuk ka ndodhur as në Europë, jo, por nuk ka ndodhur as i vend botës. Që të